Kujdesej për jetimat dhe u bë pasunik. Një ngjarje e një besimtari mërgimtar në Gjermani. Ai tregon se merrej me ndërtim të lartë, kishte filluar një firmë, pra me një çmim shumë të ulët dhe vlerë shumë të paktë, dhe sot ai kishte miliona fitime në këtë kompani ndërtimore. Ai tregon se kur kishte marrë jetimin e parë, kishte pasur fitimin me 3 shifra. Pastaj kur kishte marrë jetimin e dytë, ishte shtuar në 4, 5, 6 e kështu me radhë. Dhe sa herë që ai merrte nën kujdesje, ju dërgonte ndihma për shkollim jetimëve, ju dërgonte bursa, ushqime e kështu me radhë, pasuria e tij vinte rritej e shtohej. Kjo ngjarje është treguar pranë një imami i cili na e ka treguar këtë ngjarje të këtij besimtari i cili tha se jetimet më bën pasunik.